4600 m2 bruto komplet. Ministria e Kulturës po investon në infrastrukturën sportive dhe kulturore në mbi 30 komuna. Në Podujev, pishina gjysmë olimpike më e madhja në vend, me vlerë rreth 4 milion euro dhe qendra multifunksionale po i afrohen fundit. Shumica e këtyre objekteve do të përdoren edhe për lojrat mesdhetare 2030. Kjo është pishina e parë gjysmë olimpike publike me këto standarde, e miratuar edhe ndërkombëtarisht që ndërtohet në Kosovë dhe për këtë jemi shumë të lumtur si institucione publike, shtetërore, qendrore dhe lokale të këtij vendi, paralelisht me pishinën tjetër gjysmë olimpike që tashmë po ndërtohet edhe ajo me dinamikë shumë të lartë në komunën e Deçanit. Vlera e këtij investimi është rreth 4 milion euro, sërish bashkëfinancim, Ministria dhe Komuna, ndërsa dhe vizita paraprake që ishte në qendrën multifunksionale, një hapësirë moderne për të rinjt e Podujevës, për artistët, aktivistët, të gjithë ata që e mbajnë gjallë shpirtin rinor. Ishëm më herët qendra multifunksionale, një projekt i cili ka vlerën përafërsisht rreth 1.1 milion euro dhe është bashkëfinancim mes Ministrisë Kulturës dhe Komunës Podujevës. Dhe ky projekt në cilin ndodhemi është pishina gjysmë olimpike, jo me dimensione si të Deçanit, por gjithsesi më e madhe. Dhe po shihni që përbëhet prej 2 pishinave, një pishinë të madhe që është me karakter gjysmë olimpik dhe pishina tjetër ndihmëse që është për fëmijë dhe për aktivitetet të rinjve, për të zhvilluar njohuritë me notin. Këto punime pritet të përmbyllen vitin e ardhshëm.